Kur e kom folë me mis që po filloj katrori në sensin e gazetarisë të lajmeve të mira, shumë njerëz më kanë thonë kush lexon media që s'ka politik, ose a kemi na lajme të mira. Po, edhe kemi lajme të mira, edhe kemi një audiencë që vazhdimisht rritet, për cilët i falenderoj shumë që na lexojnë çdo ditë, edhe jemi habit edhe na sa shumë na lexojnë edhe çfarë temash lexojnë në rand të parë. Domethënë kosovarët edhe lexojnë, por edhe dinë çka më përzgjedh për me lexu. Edhe unë e kam bindjen që edhe në aspektin e këtij formati të podcast, kosovarët edhe kanë zgjedhin çka dojnë me pa dhe çka dojnë me ndëgju. Natyrisht që këtu jena për me ofru tema të ndryshme edhe mi trajtu tema të ndryshme me interes shoqëror. Rrugës që deri tash janë diku mbi 40.000 artikuj të publikum në webfaqen tonë katror.info, mirë po rrugës e kemi po që na jemi të bo një koncept të gazetarisë që në një farë forme identifikohet apo ma mirë me thonë karakterizohet si gazetari konstruktive.